po hyne po dalin më lirshëm. Në përpikën kufitare të merdarës, nga e ana hyri në fuqi marrëveshja për lëvizjen e lirë. Dikujt ju vendosën tabelat e përkohshme, por dikush pohanse në për Serbi udhtoi me dokumente të Republikës së Kosovës, pa asnjë dokument shtesë. Kurfar dokumente tjetër stan, tha mund të kaloni në të lirë, pa kurfar probleme tha mund të kaloni. Ndërkohë lëvizja në të dy anët nënkupton edhe pagesën e polisave të sigurimit për makina. Nga 105 euro kushtojnë polisat për vetura për një muaj. Qytetarët e dy anëve po i shohin tarifat si të larta. E serbët e Kosovës që lëvizin shpesh për Serbi kanë gjetur një formë alternative për ta shpëtuar gjepin e tyre. Unë i kam tabelat RKS, por i kam edhe ato nga Serbia. E paguajmë regjistrimin në dy vendet edhe është e vështirë për ne. Këto taksa si Serbia ashtu edhe Kosova i kanë si pretekst për ta mbush buxhetin e tyre. Ndërsa ata që lëvizin me targa të vjetra serbe nga qytetet e Kosovës janë të lirë nga pagesa këtij sigurimi, ndërkohë për mos pajisjen me tabela KS ja lën fajin administratës në Prishtinë. Unë i kam tabelat KS, por është gabim i administratës në Prishtinë që në afat të caktuar nuk ka arritur të më japin dokumentat dhe tabelat. Unë e kam regjistruar automjetin para një jave, por ende nuk kam as tabela as leje qarkullimi. Në këtë ditë të parë që kaloi pa incidente, ky qytetar që erdhi nga Serbia i rrëfeu policisë, se në anën serbe kishte parë një kamion të djegur me targat kosovare. Por policia serbe tha se kamioni është djegur si pasojë një defekti.